ka një nga veset më të mëdha të shoqërisë. Dikush është vëlla dhe motër të begatoftë i madh i Zot. Alkooli. Alkooli është quajtur në Islam nëna e gjithë qijave. Se të ka begatu Zoti me logjik dhe të ka dallu nga gjithë krijesat e tjera. Jo, thoti, Zoti nuk din. Pse s'din Zoti? Se unë pi alkool, e hum mendjen dhe bëhem si gjithë krijesat e tjera. Bëhem si kafshët, si sendet, si insektet. Mi vjaja udh vetës, po nuk po du të ofendoj askot, po them çfarë bëjmë ne. Tani, alkooli është quajtur në Islam nëna e gjithë qijave për shkak dëmeve që sjell, se njeriu po ikë logjika, bën një aksident, po ikë logjika, sillet keq në familje, po ikë logjika, zihet me njerëzit, dihen dëmet e alkoolit, s'ka nevojë t'i themi. Por, shikoje shkollën islame, njerëzit atë kohë kur po zbiste Kurani pinin alkool shumë pinin alkool. I kishin me fuqia të mëdha në përshpia. Zdinte mendon ti Zoti i gjithësisë ti thoshte, o ju që besoni që në ditën e parë derdhni alkoolin, o ju njerëz të humbur, o ju njerëz që s'kuptoni, o ju njerëz që kam dhënë logjikën. Jo, këtë e bëjmë ne sot se si jemi në Islam real. Zoti i gjithësisë jo, profeti i tij jo. Çfarë tha? E pyetën profetin, çfarë na thuj dërgumi i Zotit për alkoolin? Tha të zbresi Zoti i gjithësisë për të ligj. Dhe tha sundusi, shikoje tani shkollën e bukur islame që duhet ndjekim ne. I tha Zoti i gjithësisë të pyesin ty për alkoolin dhe bigjozin. Thuaj në të ka dëm të madh dhe dobi. Dëmi është më i madh se sa dobia. Dhe e la këtu Kurani. Shive, sa interesant, mund thote që 1 milion, jo, tha dëmi është i madh dhe të ka dhe dobi. Për tregtinë e përfitimet që i kishin trini Islam akoma. Tha dëmi është më i madh se dobia. Kush ishte i mençur i avancuar, tha më shumë dëm se sa dobi. Çdo njeri që është i mençur thotë më shumë dëm se sa dobi. Njeriu nuk ka vetëm dobishme dhe dëmshme, këtë e kupton çdo kush. Zgjuarësia dhe mençuria e personit është kur ka një gjë që është dhe dëmshme dhe dobishme, bën llogarit. Më shumë dobi, më shumë dëm. Zoti i gjithësisë tha më shumë dëm. Të mençurit than larg alkoolit. Shumica than pas ka tolerancë, pinin prap. Besimtar ishin. Kalun sa 2 ditë më e pati atë tjetrin që u bë musliman, gjithë ditën tu i fol për alkoolin. Lerat. Foli për besimin se do i largohet alkoolit. Kam pasi rastun, edhe ai e pinte alkoolin, e u i fol çfarë për besimin. Pastaj për botën tjetër, pastaj për parimet morale. Erdhi një ditë ulëm, tha e lashun alkoolin. Thash po për Zotin s'kemi bë bisedë për alkool. Jo dha, ti më freskove mu gjërat e tjera, alkoolin e lash vetun, tha. Derisa shkova në konsciencën time që s'do të më e pi më. Pra, mbushja zemrën me besim, mbushja mendjen me logjik të pasë. Lën vetë, s'ka nevojë mi thoni 100 herë se e mërzite. Kështu erdhi shkolla kuranore. Kalun disa vite dhe disa e pyetën prap. Dërgumi i Zotit për alkoolin, se disa mund pyetë dikush bonte edhe në dëm. Tha, ja ju alladhina amanu la taqrabu salat. Tha, o ju që keni besuar, mos ju afroni kohës që të faleni, vendit që do faleni duke qenë ndehu. Tani, njerëzit u falqin gjatë ditës. Dhe qa bëjshin? I pjesë e lanë fare se vesi është ves. E le gjatë ditës për namazit edhe mdarë këtë flenin. Jo disa që pinin shumë. Gjithë ditën devotshëm namaz sa e marote jacia, pinin. Reale, kuranore, tefsirët e Kuranit e kanë gjithë. Mos i bezdis njerëzit vëlla dhe motër, begatofti madh, mos na bën si engjëll ti që s'ke as i gjinaf se gjithë njerëzit kanë vese. Mere këtë shkollë kuranore, këtë realitet islam të mrekullueshëm që do të na çojë neve përpara ku ti sot nuk e mendon dot. Dhe ato që ishin më të zellshëm thanë sa e lejmë gjithë ditën, çfarë do pim darkët? Darkët flem gjumë dhe mbaroi. Dhe disa e lanë, disa pinin dhe më flenin gjumë, u zgjoshin sabah, esën. Pastaj kalun Medine, u krijuan kushtet atje. Njerëzit fillon të emancipojnë shumë në mençuri, në zgjuarësi, në fisnikëri, në moral. Zoti ishte prezent, shejtani largohej, ezani ishte, xhamia ishte, besimtarët e ndershëm ishin, dituria vlonte, fisnikëria vlonte, çdo gjë e mirë ishte përreth. Tashmë profeti i madh i Zotit instaloi në rrënjën e shpirtit gjithë secilit atij brezi mirësinë dhe i thoshte larg veseve që shkatrojnë njeriu, afër virtyteve të mrekullueshme, afër të madhit Zot që ju krijoi, larg shejtanit që don t'ju mashtrojë, afër dritës hyjnore që ju bekon, larg errësirës shejtaneske që ju shkatron konceptet e mëdha dhe gjigantet e asaj feje që quhet Islam. Dhe shkun vetë për Zotin e madh, një nga to ishte Omeri i madh. Shkun ke profeti dhe i than, ishte i lejuar alkooli akoma. Si ishte ndaluar me tekst të qartë akoma. Shikoje, mas shumë vitesh. Shikoje se si i përpunoi shpirtrat Zotit gjithësisë të atij brezi dhe inshallah dhe tonat.
Pas shumë vitesh shoqëria e ndjeu ma që alkooli s'do të ishte prezent. Dhe shkonin njëri pas tjetrit ke profeti i thonin, a do na zbresi Zoti një ligj përfundimtar për këtë çështje? E tha i madhi Zot surën Maide që ka zbrit Medine, jo 13 vjet e Mekës, tha innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali shejtan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tha o ju, pra i drejtoj tashme bashkësisë besimtare. Tha alkooli, bigjozi, idhujt, fallat, fallxorët janë për shejtanit, jo për Rahmanit. Largojuni atyre në mënyrë që të shpëtoni. Dhe pastaj Kurani, siç e ka stilin hyjnor të tij, shpjegon pse. Tha dëshiron i mallkuar i shejtan nëpërmjet alkoolit dhe bigjozit shti urrejtje dhe mëri midis jush, t'ju largoj nga përmendja e Zotit, t'ju largoj nga falja ndaj tij. Largoni apo i largoni, dhe njerëzit s'kishin nevojë më. E morën ato që e pinin deri atëre, i morën ato alkooli, i hodhën vetë nëpër rrugë. Sepse rritet niveli mençurisë, rritet niveli moralit, rritet niveli kuptimit, rritet niveli i virtytit, është e mbaruar me puna. Ne pa i tregu njerëzve Zotin, me ambush zemrën me dashuri, me mirësi, me begati për të i shkatëruar njerëzit.